Agjërimi në burg i Hafiz Sabri Koçit, qendresa shpirtërore e kryetarit të parë të komunitetit mysliman i Shqipërisë pas komunizmit. Për shkak të bindjeve të tij fetare, Hafiz Sabri Koçi vuajti vite burgimi gjatë regjimit komunist. Edhe në kushte izolimi e mungesash të mëdha, ai nuk hoqi dorë nga agjërimi i Ramazanit. Në kujtimet e tij, ai tregonte se muajin e shenjtë e kishte përjetuar në çdo stin, mes vështirësive të shumta, por me një qetësi shpirtërore që, siç shprehej, vetëm Zoti mund ta dhurojë. Ai rrëfente se shpesh herë iftarin e bënte me aq sa arrinte të siguronte: një kokër qep, një domate, pak kos në një gotë kauçuku dhe ndonjë sasi të vogël qumshti që i jepej si kundër helm. Për të ruajtur agjërimin, kishte ndalur së shkuari në mens, duke ngrënë vetëm në kohën e iftarit dhe duke pritur ditën tjetër. Kështu, sipas tij, kishte agjëruar 21 Ramazan. Në një rast kishte vënë re se enët lyheshin me dhjam derri. Për të shmangur ndotjen, detyrohej të hiqte me thik pjesën e poshtme të bukës, duke e paksuar edhe më shumë racionin ushqimor. Ai kujtonte gjithashtu se kishte ditë, sidomos në verë, kur e kalonte tërë ditën vetën me një domate, pa futur asgjë tjetër në gojë.